Miq të Odës, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe ju shikues të televizionit Syri Blu, këtu nga studioja e bukur e televizionit ton, televizionit të vetëm në gjuhën shqipe të licencuar këtu në Zvicër. Po vazhdojmë edhe sonte me emisionin ton, me Odën e Mërgimit, duke ju sjellur edhe një temë për ta biseduar këtu me një mysafir, ashtu siç kemi bërë edhe gjatë gjithë këtyre 3 viteve sa e bëjmë Odën e Mërgimit këtu në këtë televizion. Edhe sonte ju kem sjell një temë, ose më mirë të themi një mysafir shumë interesant, një mysafir i cili jo vetëm që meriton që të jetë në Odë, po i cili është dashur të jetë edhe më herët këtu në Odën tonë. Me veprat e tija, ai ka dëshmu për talentin e tij, për dhuntin e tij, për krijimtari, në këtë moment krijimtari letrare. Me ne në studio është i nderuari zoti Dan Kosumi. Mirëmbrëma Dan, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, i dashur në gjatë, mirë se u gjeta. Faleminderit. Pra, arsyeja se pse Dan Kosumi është sonte këtu në studio, janë 2 veprat e tija të cilat i kemi këtu para, mirë po nuk do të mungojnë edhe bisedat rreth shumë çështjeve aktuale që kanë të bëjnë qoftë me vendlindjen, po qoftë edhe këtu në Mërgim ku ndodhemi ne. Dan, pajtohesh me mua që ta vazhdojmë këtë formën ma miqësore, Dani edhe në gjatë. Patjetër, dalim edhe ma original. Dalim edhe ma mirë. Faleminderit shumë. Kush është Dan Kosumi? Na trego pak të lutem. Unë e di se të njohin njerëzit, të njohin qoftë në vendlindje, qoftë këtu, po për ata që nuk të njohin. Po, në gjatë kam lindur në një fshat të Malësisë së Gollakut në Tygjevës, po kam jetuar 4 vite. Të parat jetës, pastaj pjesën tjetër të jetës e kam bërë në Kamenic, tani i thonë Derdan, ku kam mbaruar edhe mësimet elementare, shkollën fillore dhe atë të mesme. Atë të mesme në disa herë me shkëputje i larguar nga shkolla, si i papërshtatshëm i regjimit kohës, për aktivitetet e mia të asaj kohë. Më vonë kam ndjekur me korrespondencë studimet në letërsi dhe gjuhë, 1 vit, pastaj i kam ndërprerë për shkak të aktivitetet mia legale, ilegale dhe për t'i vazhduar më vonë dhe kam të mbaruar fakultetin juridik në Prishtinë. Masi jemi të shkrimet, Dan, kur ka fillu Dani të merret me shkrime, apo thënë kështu ma poetikisht, kur e ka ndi Dani se ka nevojë, ka mundësi, ka dhunti që të komunikoj me publikun përmes shkrimtarisë? Në gjatë sikur edhe çdo i ri, qysh në fillimet e para, kur njeriu lexon, kur kemi lexuar rilindasit, poetët tanë kombëtar, pastaj edhe ata botror, na ka ardhur edhe dëshira, ideja për të shkruar, për të provuar. Sepse ne gjithmonë provojmë për të shkruar dhe janë kritikët ata që pastaj na radhisin, na vlerësojnë, kemi bërë gjë, apo jemi dikun udhës për të gëzuar epitetin, emrin e poetit. Pra, vjershërimin e parë kam filluar, si edhe se i cili poet që thot, në bankat e shkollës, në ato fletushka që i nxirrte shkolla, herë na botoheshin, herë censuroheshin, nuk lejoheshim, nuk kam pasur fatin asnjëherë të poezitë e mia nuk e kanë parë revistat e shkruara të asaj kohe. Zërin apo ku dion tjerat. Kam provuar, kam dërguar dhe nuk më janë botuar, sepse në atë kohë njerëzit ndaheshin në të dëgjueshëm dhe të pandëgjueshëm. Pra, unë vin nga një familje revolucionare, si edhe shumë të tjerë në Kosovë, të pabjenshëm, pa dëgjueshëm për sistemin jugoslav të atëhershëm. Pra, nga familja ime, qysh nga gjyshi, e deri në kohën time kemi afro 40 vite burg politik. Së fundmi në 81, në revolucionin 81, 2 djemë të agjës dënohën
për organizim të demonstrata, Bajram Kosumi, Bajram Kosumi, me 15 vite burg të ranë politik, pastaj Musliu 10, vllau i tyre më i madh, ishte profesor i gjuhës shqipe, edhe ai largohet, diferencojnë, pastaj fillojnë ato. Ishin këto arsyet që ju erdhët në Zvicër? Shiko, asnjëherë nuk kam dashur që ta shoh veten larg Kosovës. Gjithmonë kam qenë këmbgulës dhe kokfort që të rri dhe të bëj aty çfarë di dhe mund të bëj. Ta hedh një gurë dhe unë në themelin e kësaj që u bë sot. Ju them të drejtën, kemi qenë të vetëdijshëm, edhe pse të ri, kemi diskutuar, e kemi ditë që ish Jugoslavia ka qenë një fuqi e rajonit, një fuqi në Ballkan, kishte 2-3 pakte, kishte 3 pakte bota, kishte NATO, Varshavë dhe ishin pa nguadruarit që ishte NATO. Dhe ishte e pamundur ta mendoje se mund ne një grusht popull i vogël të bënim, sepse ishim të shpërndarë në shumë shtete. Ishte e pamundur ta mendoje se do ta rënoj atë perandori, po kur shpresat nuk na janë vysh, kur nuk e kemi ndalur besimin se ne e duam dhe e meritojmë lirinë, jemi në të drejtën tonë, jemi në tokën tonë. Do të luftojmë atë drejtën. Po, prandaj disa herë jam shkëputur nga dhe u kam dalë një herë në Sloveni kur u largova nga shkolla. Pastaj jam kthyer prap me insistimin e nënës, ktheu vazhdo shkollën. Ajo parsore kishte të shkollohemi sepse pa shkollë thoshte ishim ne, pa shkollë s'bëhet gjë. Për të kthyer prapë për të vazhduar dhe prapë për të kaluar për të rënë në burg një herë 6 muaj, një herë 3 muaj, një herë 1 muaj, persekutime, edhe më vonë kam emigruar në Austri, mirë po edhe pse jashtë jam munduar që prapë të bëj diçka të mos rri. Kam qenë aktiv gjithmonë në veprimtari të ndryshme, organizim të demonstratave, pastaj lufta kur na gjeti në Vjenë, jemi munduar që të bëjmë sensibilizimin, që të njoftohet edhe shteti ku jemi aty dhe Evropa se çfarë po ndodh poshtë. Gjithmonë kemi bërë ato që kemi menduar që është më e mira. Nuk jemi ndalur kur, uroj që ta kemi bërë një punë të mirë dhe me kurorëzimin e shtetit Kosovës marrim frymë më lirshëm sepse ato shpresat tona që na mbanin gjallë se liria do vi, edhe pse e dinim që është shumë vështirë, s'paku tani marrim frymë lirshëm dhe e dim që... Dhe nuk ka mungu lufta edhe përmes pendes, përmes krijimtarisë, ajo që nuk është më pak e vlefshme ndoshta se... Me largimin nga shkolla, në vitin e parë, fillimisht 2 iniciale të RK, që mi kishte qëndisur nëna, RK, dhe ata i interpretonin si Republika e Kosovës, dhe më thonin, ndryshoje, shtoj mbiemrin mbrapa. Mos e le vetëm me RK, sepse shkruheshin ato kohë, atë botë në asfalt, në për mure RK, që ishin ikona për Republika e Kosovës, ishin... Edhe unë me kokëforcin tim e thash, kështu e kam emrin mbiemrin, kështu do t'i mbaj. Edhe më larguan nga shkolla, sepse hasen edhe në koridor të shkruara disa parulla. Pastaj më vonë, prap në vitin e 3 më larguan, pastaj prap në vitin e 4 më larguan, pa u mbaruar 2 muaj viti 4, dhe kështu që unë më vonë kam mbaruar në Prishtinë, kam mbaruar në ekonominë e natës, ka qenë shkolla e natës atje. Kam pas kujdestare me Ire me Shemën, duke i pa notat e viti 3 çfarë i kisha dhe gjysmëvjetorin e parë, ajo habit, tha qenë ke i shkëlqyshëm, thash po, kur e mori vesh çfarë familje, foli me profesorët dhe më morën formalisht në pyetjen për sa lëndë dhe mbarova në Prishtinë, pastaj kam mbaruar privat. Pastaj regjistrova vitin e parë studime me korrespondencë dhe poezia kishte marrë fund, qysh nga bankat e shkollës, atëherë më as kisha bërë poezi, sepse kishin preokupime tjera, mendonim se s'bëhej gjë me poezi dhe duheshin veprime më konkrete, më të organizuara, edhe për të vazhduar më pastaj kur mendova se e gjeta pak qetësinë shpirtërore, punoja, krijova familjen, kam filluar në Austri prap. Librin e parë dhe vjen një ditë e kam bërë në 2012 në Prishtinë, ndërsa Malli i dashurisë në 2016 në Tiranë. Këto i kam 2 libra që më çdon rasti për t'i nxjerrë, për t'i bërë në libër, për ndryshe kam edhe shumë material, edhe skica, edhe në prozë. Në talmen, sigurisht. Kam shumë nga to, po një ditë në të afërm do të bëjmë. Në rregull. Deshta vetëm edhe të pyes,
zakonisht njerëzit, inteligjenca, intelektualët, si e ndinë vetën një intelektual këtu në mërgim, kur mendon ose kur gjatë gjithë jetës nuk ka mendu kur se do të largohet nga vendlindja, dhe vjen momenti që nga pamundësia normal që t'jep kontributin a që të shpërngullet jashtë, a ndin vetin pak fajtor, Dani, që e kalon ndoshta vendin në kohën më të duhur, më të nevojshme? Në gjatë, duke pas parasysh, nuk dua ta radhis veten aq lart me figura të mëdha që i përmenda më herët kombëtare, edhe rilindasit, dikush nga Misiri, pastaj dikush nga Amerika, pastaj janë edhe vargjet e këngës mbahu në mos ke frikë se ke djemt në Amerikë, mërgata shqiptare, kudo që është gjetur, dhe në çfarëdo momenti që është gjetur, pavarësisht është në shtetin am, në trungun e tij apo është jashtë i emigruar, gjithmonë e ka gjetur një ngushëllim, atë vllazërinë, atë bashkëpunimin me shqiptarët, dhe me fjalë të tjera në Austri gjatë kohës së luftës jemi munduar ta japim kontributin, dhe besoj që ja kemi arritur deri diku, sepse janë grumbulluar fonde, mjetet të mëdha, pa cilat as që mund të paramendoj gjithë ajo rezistencë, gjithë ajo blerje e gjërave që përcjellse që i duan luftës. Prandaj e kemi bërë atë punën që më të mirë të mundshme, dhe kam thënë jemi me fat që kemi qelluar jashtë, kemi pasur me çfarë ta ndihmojmë. Paramendo të mos kishim një mërgat, sikur mos e kishim lobin shqiptaro-amerikan, sikur mos kishim paramendo në Austri atë botë i kishe posteret më të mëdha, i reklamat ku shkruanin fqiu në rrezik ndihmo. Do thotë u sensibilizua gjithë opinioni vendor në Austri, ndihmonin edhe austriak. Ka pas raste kur në fond na kanë njoftuar se kanë ndihmuar edhe të huaj, do thotë sensibilizimi ishte bërë aq i madh gjithandej Evropë dhe botë. Po pra, e cila nuk është ndoshta aq e rrezikshme sa atje, po e nevojshme dhe domosdoshme. Po pra, jemi munduar që gjithmonë kudo që t'jemi të ndjehemi që ta krijojmë një sofër, sikur ju që e keni bërë këtu sofrën, e kemi bërë një sofër advetare, ku jemi ulur, i kemi organizuar mbrëmjet, takimet, mbledhjet, kemi diskutuar çfarë duhet të bëjmë tani për atë dheun. Edhe besoj që kemi bërë diçka. Uroj që kjo të vlerësohet në të ardhmen. Sigurisht. Po mbas luftës, mbas paqes, mbas qimit, a keni menduar ndonjëherë të kthehen edhe po shiko tash, familja është një gjë shumë e rëndësishme, sidomos për ne shqiptarët ballkanasit. E shenjtë. Po pra, e shenjtë. Kur bëhen fëmijët, pastaj për hir të tyre, e thot dikush, fëmijët janë sigur mulliri rreth qafe. E mendon, po ta kthej tani në atë gjendje, po aq të rënd pas luftës, kur është shkatruar ekonomia, industria, nuk funksionon, njerëzit mezi mbjetojnë, varen nga ne që jemi jashtë, me dërgesat që u bëjmë, dhe njëherë kam menduar që spaku fëmijët le të shkollohen këtu jashtë, mos i dërgojnë atë vend ku njerëzit janë të lodhur dhe ekzistenca është me problemet e tyre, ne ti bëhemi barë. Kështu që kam menduar spaku ne nga këtu mund ta ndihmojmë spaku edhe diken atje, dhe të mos i bëhemi barë shtetit lodhur dhe të katëndisur nga lufta. Kështu që njeriu mendon një herë të rritën fëmijë, të shkollohen, pastaj vitet ikin dhe s'na pyesin ne jemi ku jemi sot këtu. Po shpresojmë që një ditë si pleq do të kthehemi atje. Do ta kemi edhe pyetjen për fund. Dan, po kthehemi te krijetaria letrare, tha se ke filluar qysh në bankat shkollore, si i ri. Cilat ishin temat që në atë kohë të kanë tërhesh ma shumë, apo të kanë preokupu ma shumë, që ke nevojë ta hedhësh jashtë? Po, shiko. Po supozoj se gjendja... Si i ri, njeriu fillon me një veten, si djali i ri, fillon ajo poezia e dashurisë. Pastaj duke i parë ngjarjet, unë do thot kam ajo ura, nga kalimin nga shkolla fillore në të mesmen, më ka gjetë në vitin 81. Fillon ajo vala revolucionit, ajo flaka, ajo Shkëndia, ku i bën tërmet
një Jugoslavi, dhe nga aty fillon shkatrimi federal, si Jugoslave. Atëherë fillon edhe ajo ndjenja për shkruar edhe për adhetari, shkruash edhe për patriotizëm, shkruash edhe në zhanre tjera. Më kujtohet kur kam bërë një poezi një herë, në këtë natë, kjo flak e kuqe në këtë natë të zezë. Edhe më thot mua profesori, po pse po e ngut sanzën në ekrane, po as po mundesh, po i përmend dy ngjyrat e flamurit. Kanë qenë disa gjëra që mua më kanë penalizuar, nuk mi kanë lënë për të shkuar më shumë se aty që i kam lexuar deklamuar para shokëve, as në revistën e shkollës nuk botoheshin ato poezi. Censuroheshin. Edhe profesorit i mirë kuptoj sot. Ka nga ta që i kam miq, i takoj, s'do t'i përmendi me emra dhe thonë, ishte kohë. Nuk lejoheshin që... Kohë e pa kohë. Kohë e pa kohë. Do me thonë, nuk si i ri nuk të kujtohet që ke pas në diçka të botume, në ndonjë revist, në ndonjë... Fatkeqësisht jo, sepse nuk lejoheshin. Në atë kohë njerëzit ishin të klasifikuar në, si e thash edhe në fillim, të dëgjueshëm, dhe ata që si preknin në temel edhe në vi pushtetit aktual. E kam diku një poezi në librin e parë këtu dhe vjen një ditë censur, ku e them myshk i verdh, mira germa qëndisur në letër të bardh, qindra këngë fëmijësh prej fëmirisë së grisur, ishin gjysma e jetës sime një pjesë e trurit tim, mall i pamas, dashurie para shumë vitesh. Nuk e kam fatin të kem poezi shkruara në atë kohë, sepse gjatë kontrollave dhe bastisjeve, ato materiale që merreshin, kur nuk na janë kthyer, kur. Unë në atë kohë improvizoja, kishim gjendjen e rëndë ekonomike, sikur edhe shumë shqiptarë ishim rrafsh për tokë, s'punonim asnjëri, nuk ishim të drejtë të punonim si familje Kosumi, edhe improvizonim ato fletoret që i blenim në librari, tu bonim pak para dhe i blenim ato fletoret i thoshim me korica, me kapak të fortë. Edhe në ato improvizonim sikur kemi bërë libër, shkruanim pastër me bukur shkrim. I bënim si libra, dhe ato që i merrnin mos i kthenin. Plus na akuzonin çka i dash me thënë ti me këtë varg kështu. Edhe ato janë asgjësuar, për to s'mund të flas, sepse ikën ato. Thash tek kur jam ndjerë në gjirin e familjes më i sigurt, pastaj kemi pas një ekonomi familjare më të qëndrueshme, nuk e kam pas hallin, do thot, si do ta mbijetoj. Po, atëherë kam filluar edhe të shkruaj, edhe do thot kam arrit që librin e parë ta bëj në 2012, ndërsa të dytin 2016, kam edhe plot tjera në... Do të flasim për librat, po veç deshte edhe një pyetje ta bëj kështu, a është poezia krijimtaria yte vetme, apo si thuhet edhe në gjinit tjera letrare ke kriju diçka? Poezia më ka bë për vete. Poezia më ka bë për vete, sepse e mbaj men, do thot, edhe në rinin e hershme, kur profesorët e gjuhës, për cilët ne që ishim, nuk po them adhetar, po ishin tek e fundit nga familje që buronte ajo energjia adhetare patriotike, ishin të lidhur shumë me profesorët e gjuhës shqipe. Edhe nga ta i kam marrë ato përkrajet e para, ato mbështetjet e para, më kanë thënë vazhdo, po me kujdes. Do thotë, edhe ata kishin frikë nga e thëna pa metaforë, e drejt për drejt. Sepse më vonë pastaj u mësuam, edhe ne të bishnojmë, përdornim metaforën për ta thënë, për të goditur atje, i binim knej, si thonë Shqipënia nga Kina, pastaj përdornim edhe ne metaforën në poezi. Dhe me thonë kryesisht poezia. Poezia. Edhe pse nuk kam mungu aty këto ndaj Po, kam shkruar edhe në prozë, kam skica mjaft, sepse secili shqiptar që ka pas një të kaluar, shtu çfarë kam pas, ka nevojë për ta thënë edhe në formë. Kemi mjaft çfarë për të shkruar, duke filluar hiç më larg se nga familja, nga ato peripetit e nanave, baballarëve, duke u munduar për të na veshmbathur, për të na çuar në shkollë si është më së miri, për të na pa që kemi bën diçka që kemi arritur. Do thot,
Gjitha ato mund t'i rendisim dhe të bëjmë një prozë, një rrëfim të mirë. Lëre pastaj ato tjera që vinë më pastaj që na përcjellin. Ne jemi një popull shumë krenar, me një të kaluar, me një histori shumë të pasur, me një histori që pak kush nga kombet e ka, me një gjuhë. Kemi çfarë të shkruajmë. Kemi edhe historinë e dhimbshme, kemi edhe të lavdishme, kemi edhe për gjithçka që na ka përcjellur gjatë gjithë jetës me babë e gjyshës tërgjysh. Kemi mjaft çfarë për të shkruar. Unë kam mjaft skica, kur them skica, i kam ato para përgatitjet që në të ardhmen pres filloj të punoj dhe ti bëj në tregimet shkurtë. Mirë, Dani, do të bisedojmë për dy veprat që i kemi këtu, por para se të bisedojmë për veprat, unë propozoj që ta bëjmë një pauzë të shkurtër. Ne këtu në Odë kemi një spari, shpresoj se po kalon mirë, patjetër. Nuk po ndihesh diçka keq këtu në Odën tonë. Në Odën e improvizionuar, domethënë nuk është. Sikur në Odë ma, s'ka si ma mirë. Po mirë. Ta tregoj edhe një mesele. Patjetër. Rubrikën Meselet e Odës. Sigurisht se e din çfarë janë meselet dhe do ta bisedojmë më vonë. Meselet e Odës, miq të mi. Meselen të cilën do ta lexoj sot, që e kam zgjedhur për ju, shikues të televizionit dhe miq të Odës, na e ka dërguar një mërgjimtar. Natyrisht se na u ka lutur që të mbetet anonim. Ne natyrisht se ja kem plotsuar dëshirën. E dim vetëm se është nga Prizreni. Mërgjimtari na shkruan. Shkova në pushim në Kosovë dhe e gjeta shtëpinë ashtu të papunuar o borrin plot me barra të ndryshëm. Dola në qytet në Prizren dhe kërkova një punëtor i cili do të ndihmonte, natyrisht me pagesë, që ta pastroj o borrin e shtëpisë. Heca gjysmë ditë dhe nuk munda me gjetë. Kishte të tillë të cilëve kur ju thoja me punu një ditë, me pagesë natyrisht, më thonin jo, për një ditë nuk vim. Veç ma tepër, një javë më tepër. Mbasi nuk gjeta nga bashkombasit e mi shqiptar, e mora një rom, bilaj e shkruan këtu një gabel. Filluam, punuam qithë paraditën dhe në drek vendosa me shku zbashku me te dhe me hongër një drek në qebaptoren e njohur në Prizren të Syla. Shkuam aty të Syla dhe erdh kamarjeri dhe po na pyet për çka jemi, unë i thash mua një 10 dhe një birr. Kur i them një 10 dihet atje vetë çebapa, një sallatë dhe një somon, një buk. E pyet Gabelin ose Romen, nuk kem fare qëllimit këtu të themi diçka, po ashtu e shkruan ai. Dhe ai thot mua 2 peshe dhe një birr. Shkoj kamarjeri dhe u bëra kurështar, pse ai lypi 2 peshe. Mendova me vete, ndoshta njënën do ta haj vet, e tjetrën do t'ja çoj familjes atje. Erdh kamarjeri na i sjolli mua një 10 dhe një birr, aty 2 peshe dhe një birr. Dhe filluam me ngran, mirë po nuk u durova, pa e pyet pse i more 2 peshe. A i më tha, more zotni, ti apo e ke marrën një porcion me 10 qebapa, një sallatë dhe një somon. Dhe çmimi është i njëjtë, a unë i kom marrën 2 peshe, 2 sallata dhe 2 somuna. Edhe një birr. U ula me të njëjtin çmim. Me të njëjtin çmim. U ula edhe mendova, sillu t'i jaran edhe bënu i dishëm në përperendim, për kësi gjana që ndodhin e që mëson ka,
edhe Gabeli ta hedhë. Je shumë interesant. Do me thonën interesant. Interesant pa tjetër. Po. I ka marrë 2 pjesë, 2 kulaç buk, 2 sallata, do të me të njëjtin pazar. Me të njëjtin çmim. Dan meselet i din çka janë? Pa tjetër. Dëgjon me ëndje ose tregon me ëndje, mund na tregosh ndaj mesele kështu, sepse edhe ne nga Presheva, Lugina ose nga rrethina Gjilanit, Kamenisos nuk kemi oda, po mesele dim edhe na patjetër. Ose jam përgatit për këto, po pasi e përmende këtu në qebaptore, tani më erdhi edhe mua këtu për këtu, se nuk e dija se do të rofeja këtu diçka të tillë, po shkon një lypsar dhe e blen një pjesë bukë të nxehtë, 1/4 e bukës e blen, thatë për ta ngrënë. Edhe ofrohet një qevaftore dhe ai gjersa po i rrotullonte mishtrat atje për t'i skuqur, për t'i pjek. Ky ishte ofruar aty te dritarja dhe po e ngjynte, e paramendonte sikur po e ngjyn, edhe i shijonte më mirë. Edhe kur i shkoi deri në fund gati bukës, doli ai zotriu që i silte aty, i rrotullonte mishtrat dhe i thot: "Ç'a bëre këtu?" Thotë: "Hëngra bukën." Thotë: "Hëngre, po i ngjyeje këtu." Thot, po jo, i ngjyja, thot, për të më shijuar më mirë, thot, duhet paguash. Sa? I thot 3 dinarë. Okej, mbaje dorën, dhe ai e shtriu dorën, shplakën e dorës, dhe ky po ja bën 1, s'po i qet asgjë, 2, 3, tha nuk më qita asgjë, as unë tha nuk ngjeva asgjë. Ti po më detyron me pagu, po pra. Thot, atë çfarë e hëngra, atë ta pagova. Vazhdojmë bisedën me mysafirin tonë të nderuar, miq të Odës, me Dan Kosumin, dhe vazhdojmë pikërisht për 2 veprat e tija, të cilat i kemi këtu në studio. Themi paraprakisht se edhe për mua ishte një e panjohur, sepse unë nuk i kisha këto 2 veprat e Danit, por Dani sigurisht se mendoj se shkruaj vetëm në Facebook atë. Ashtu. Ma merr mendja që Dani do të më kuptoj, dhe unë do ta lusja që në fillim na tregoj për veprën e parë që është malli. Jo, dhe vjen një ditë është e parë. Do me thonë për veprën e parë që është dhe vjen një ditë, s'pari Dan na tregosh çfarë është ky titull kështu interesant, cila është kjo ditë. E para ti nuk e faj që se dije se jemi bërë shumë tani që shkruajmë, s'ka shtëpi që se ka një poet të 2, po titulli dhe vjen një ditë është gjithmonë ajo shpresa për një ditë më të mirë. Prandaj kur është e shkruar kjo poezi? Jo, këto janë poezit, do thotë 10 vjeçarin prej 2000-s e tutje që i kam gjetur, që i kam ruajtur, që i kam pasur në për fletore, po sepse atëherë nuk i shkruanim në kompjuter, po i kishim në për fletore të ruajtura, dhe pastaj i kam zgjedhur, i kam sistemuar. E kam këtu një poezi Nuk duam kufi, edhe këtu përmende disa herë dhe vjen një ditë. Që të mos s'di nëse është në rregull që të lexoj. Po, sigurisht. Nuk duam kufi. Sa herë në ndane bën cop, por trungun s'ne e pren dot, jo. Se të thella i patëm rënjët në lëmin e gjakut, që ne me dashuri i themi nën. Sa herë për ne pren qepën harta, maketa, gjaketa e flamuj, askush nuk ne e pyti, se kush jemi, nga vijmë, a jemi shumë. Emrin si deshën në elan, shiftar, arnaut, alban. Ata ngritën mure mes nesh, zemrën labirint në e bën, diellit shiu të im të liris ju bën ombrell, për ne deshën vetëm stuhit, dhe na i nisën kohë pas kohë. E kështu, ne shkruam historinë, largë në vetë huaj, e në sytë e lokës mëm, verbuar prej malit të birit, e loti derdhet pa fajshëm faqeve, për te i mureve në të 4 anët, hidhet shikimi saj për bite ikur. As një lajmë, as dje, as sot, as nesër. Si në 2 këmbë urasht pa fund me geografikisht kemi mbetur, pa motrën, pa vëllanë, pa bijën, pa birin. Jemi larg pa njëri tjetrin, pa lullet që qelin në pranverën tonë, pa vesën e mëngjeseve shqiptare. Zdima jemi gjalla po vdekur, veç natën në takohen shpirtrat, ata që si ndanë do kush. Por vjen një ditë,
që malet furishëm shpërthejnë, pasi zemra s'duron do të muret as barjeret. Ajo do lirin, ajo do paqen, ajo do dheun e ëmbël të më mëdheut. Pa kush e di që sëmboj në shpirt kaq vite, deri në mallkim të ditës së qarës së parë. Dhe vjen një ditë që mallkimi kthehet ndër ata, e shemb male e bjeshkët mizore, muret hiqen nga vet ata që na i vunë. Bitë shqipës sikur më parë krenar e ballëlart, ne nuk duam kufi. Shqiptar na thonë, anë kanë. Ne jemi bitë nënës së madhe Shqipëri. Shumë prekse. Shumë do me thënë se me aq sa unë marrë vesh, natyrisht sa unë kuptoj, shumë e fort. Pra titulli është më ka ardhur tamam është nxjerrur nga kjo. Nëse flasim për veprën si tërësi, çfarë deshit na thot shkrimtari, çfarë deshit na thot Dani me këtë vepër? Të faleminderit për pyetjen. Është pyetje që s'ma ka bërë askush. E filloj poezinë me vargjet e mia. Do të thonë, libri është një lloj biografie për këtë deshta ta di. Në librin e parë jam munduar ta bëj me poezi përmes vargut një si biografi. E kam nisur me vargjet e mia dhe them i shkrova në varret e shenjta kreshnike, në lapidaret e pavdeksisë. I shkrova në përvite e sheku i plot dhimbje në rrudhat e ballit të popullit tim. I shkrova ato në këtë tokë të shenjtë, në themelet e lashtësisë të forta si graniti. Dhe pastaj vazhdoj me poezinë Nuk duam kufi, pastaj ata na vran lirin, censur, pastaj mirë se erdhe Doruntin, ku ka pas heqjes kufirit me Shqipëri, intervistë prej as deri në zhë gjatë marrjes në pyetje në stacionet famkeqe të policisë, milicisë asaj kohe, mos e Tradzoni Apollonin edhe deri tek edhe poezia Vargu për dashurinë, që është shumë e natyrshme. Do me thënën, mund të themi se në këtë veprën e parë dominon poezia autobiografike dhe aja farë ngjyra është vetja ime brenda saj gjithmonë. Do me thënën, ajo që ke dashur ta hudhësh jashtë, e cila ishte akumuluar vite të tëra në brendin tënde. Të lumt, ajo pikërisht. Si është prit vepra nga lexuesit një herë, e pastaj edhe nga kritikët e dëgjoj kohëve të fundit këtë zhargonin lexohet pak. Vetë rutina jetësore, bie fjala këtu në Zvicër, punohet shumë. Ka rast kur para 11-12 orë se mbaro punën. Edhe të mbetet një shtunë e diel, ose të takosh një mik, ose lexosh diçka gjesh kohë, dhe njerëzit sot lexojnë fare pak. Nga lexues që e kanë lexuar, më kanë dhënë fjalët më të mira, por i kam pranuar vetëm ato që më kanë thënë diçka. Natyrisht më kanë thënë diçka sepse ai që e ka lexuar më ka interpretuar diçka nga ajo që i ka mbajtur mend, i ka ngelur në mendje. Mirë që më erdhi tani në mendje edhe kjo. Poezia është mjeshtri. Një poezi mund ta ketë peshën e një romani. Mirë, po vetëm nëse ke arritur që me atë poezi të thuash diçka për tek lexuesi, që të bëhet moto, bie fjala, se cila poezis mund të bëhet, po mund të bëhet një varg, mund të bëhet një pjesë, një strofë që ti ja ke arritur, që te lexuesit përcjellësh edhe emocion, edhe mesazh, me forcën, me mjeshtrinë e artit të shkruarit. Pra, përmes poezisë jam munduar gjithmonë që në radhë të parë ta kam Adheon Kombin, pra jam sikur edhe pjesa më e madhe e krijuesve që jetojnë në emigracion malli para Adheon. Si duket neve që jemi në një farë moshe, kjo është ajo që na ka mungu dhe na ka mbet një zbrastir. Pastaj edhe në librin e dytë malli e kam emërtuar Malli i dashurisë. Ktu mund ta shikosh edhe nga prizmi Malli i dashurisë, qoftë i këndohet të bukurës, femrës shqiptare, apo Malli i dashurisë për Adheon, për shokët miqt, për malet, fushat, për vendin ku je rritur. Gjitha këto i kam përcjellur përmes poezisë, përmes vargut edhe në librin e dytë, po më vjen mirë që edhe nga lexuesi libri i parë është pritur shumë mirë,
s'do thotë që nuk është prit mirë. Edhe libri i dytë, po kritika e ka vlerësuar më mirë librin e parë. Kam disa recensione për librin e parë, e kam pas recenzent Bajram Kosumin, edhe Mergjan Avdylin, pastaj kanë shkruar edhe Zeynep Alili Regjepi, doktori letërsisë, kanë shkruar edhe 3-4 tjerë, pra është pritur mirë nga kritika. Për një libër është qëndësore dhe është e mirës kur vlerësohet nga njohësit studiusit. Gjithsesi, edhe të pëlqejet edhe nga lezuesi, pse jo. Promovimi, si shkon puna me promovim? Ke pas promovim apo ke dashur që gjitha kjo të kaloje kështu? Më vjen mirë që për urimin e këtij libri e kam bërë për ditën e çlirimit që e kishim ëndër dhe thoshim o Zot, a vjen ajo ditë. A do ta përjetoj unë atë ditë. Ishte diçka që e kishim plot shpresë edhe e kishim në mendje gjithmonë lirin, po unë e kam përuruar këtë libër për ditën e çlirimit në Kamenic, në Dardan, ku kam pasur edhe profesorët e mi të shkollës të gjuhës shqipe, kam pasur edhe miqë familjar dhe jam ndjer më së miri, sepse e kam promovuar në një qytet ku të zihej fryma. Kur nisesh ato 2 kilometra rrugë nga shtëpia për të shkuar deri në shkollë, të dridhej trupi ku do të ndalin dhe thonë eja në stacion, dhe kjo më ka rastisur. Kur në jetë nuk e harroj ftyrën e profesorit. Profesorit në Gjatregja, kur ishim duke ikur, unë isha duke ikur në shkollë dhe e takova. Si e profesor? Po mirë, dhe vazhduam 3-4 fjalë, dhe gjersa po bisedonim, dhe i thash kur do ta mbajmë orën tjetër letrare, dhe u ndal një nive policisë. Edhe e hap dritaren, inspektori famkeq, që s'do t'ja përmendi emrin, sepse s'ja vlen, edhe e hap dritaren e thot, ti më thot mua, ku je nisur? Se në shkollë. Theu thot atje në stacion duhet vish në intervistë. Edhe unë e shikoj profesorin, ftyrën e tij skuqet në gjati. Bëhet allë. Edhe më vje aq keq dhe unë trimrohem dhe i them e di çfarë? Dërgo këta të tut, le të më arrestojnë në shkollë dhe unë vazhdoj rrugën. Dhe më thot ai, mbetet pa tekst profesori, s'din që as më thot eja as ndalu. Edhe unë ikim në shkollë dhe në orën e dytë vinë dhe e bëjnë të vetën. Po s'paku nuk i shkova vetë. Ishin kohë të pako. Po kuptoj se ndoshta me një intensitet të tillë, jo me një veprimtari kaq të madhe, po e kam kaluar dhe unë pak dhe këto i di dhe i përjetoj shumë thellë. Fatkeqësisht nuk e kam atë dhuntinë e Zotit që t'i qes edhe unë në letër këto, po do t'ishin shumë interesant. Pa provo. Dan, çka do të ishte diçka tjetër karakteristike për këtë vepër, cilën ti mendon se do duhej lexuesi ta di, që është me rëndësi ta di. Unë nuk do doja shumë të ndalesha tek librat e mi, sepse këta i kam nxjerrë nga vetja ime dhe i kam hedhur në letër, i kam hedhur në libër. Këto libra mund të gjenden edhe në Prishtinë, lexuesi mund të pajiset me to, mund t'i ketë në bibliotekën e vet, po dhe t'i lexoj. Unë pres që këto të mirë pritën, të lexohen, të vlerësohen. Tani kam të thash edhe projekte tjera, kam edhe poezi, poema të tjera që janë pritur jashtëzakonisht mirë edhe kohëve të fundit. Po edhe diçka, këto libra mund t'i gjej dikush, t'i blej dikun, t'i porosit dikun, apo janë vetëm libra të cilat i ke shkruar dhe i jep dhurat. Shiko, pjesa e parë, një mi kopje që kam pas nga dhe vjen një ditë, i kam pas fatin t'i shpërndaj me miq, me të njohur, po ju kam dhënë që t'i shpërndajnë aty ku besojnë se lexohet. Dhe kjo është me kopertina më të buta, është botimi i dytë. Edhe librin e dytë e kam bërë shpërndarjen vetë kam bërë. Kohëve të fundit i kam bërë edhe ca kopje dhe i kam lënë në përmiq në Prishtinë, në Gjilan, në Kamenic, ku mund t'ju dhurojnë qoftë shkollave, qoftë kur i kërkon dikush. Që i kërkon përmes meje, mund t'i them, mund t'a gjesh këtu.
Për ndryshe... Nuk bretnon ai aspekti ekonomik, ajo. Jo. Shikon, nga libri ka fituar Kadareja, po dikush tjetër, se ne nga libri nuk fitojmë. Libri dhurohet. Edhe atë do të kesh shumë kujdes kujt ja dhuron. Sepse po e tregoj tani me shkas edhe një diçka që është mirë edhe për emisionin, edhe për ata që na shikojnë, për shikuesit, po edhe për lexuesit, tamam, me shumë e drejtë. Më thot një mik në Austri. Thot, kur e bëra librin e parë, thot e takova, thot e shkallët, thot fqiun tim që ishte nga rrethi Gjakovës. Edhe më tha, si je? I thash, po mirë. Më pa tha libra, tha, kisha libra me vetë. Po kam bërë një libër, i thash, edhe do ta dhuroj një, tha, me gjithë dëshirë, do ta lexoj, tha, edhe ja nënshkrova, tha, edhe ja dhash. Kur për dresh, tha, nuk ikën tha një avdit, tha, më thot gruaja, pse mor njeri, sa herë del, thot, del duar, tha, pse s'merr, thot, nga njerë edhe këtë qesen me bërllok, thot, ta hedhësh, thot, mos dil, thot, ashtu, thot, bëj diçka dhe ti, thot. Edhe e marr, thot, atë qesen najlon për dreq, thot, e marr, thot, për ta hedhur atje te koshi. Edhe kur shkoj, thot, sa po e hapi, thot, shikimi i parë, thot, e shoh librin tim, e shikoj brenda në kosh. E hedh, thot, ato dhe e kapi. Kur e kapi, e shikoj, thot, mos e ka hedhur, thot, dikush nga familja, sepse kisha, thot, 300-400 copë. Kur e hedh, thot, miku tim në gjatit. Pa, në gjatit. Edhe, thot, e marrë librin, edhe e fus në gjep. Edhe nuk shkon, thot, 3-4 orë, kthehem, thot, e shikoj po vjen, edhe dal nga kati parë, zbresa, i thënë, si e, morko i shiku, po, mirë, e lexove librin, ishte shumë interesant, thot, aq interesant sa që e hodhe në bërllokë. Të vrarë zoti, thot, po pse, edhe i tregoj, thot, është ky libër që ta kam dhuruar, ja me emrin tim. U skuq, tha, po s'di, dikush nga familja. Fëmijët e ka dhe çfarë di unë. Gjas, dikush i pengon librin në shtëpi, edhe e ka hedhur. Ka pak lexues në gjatë. Ka pak lexues, prandaj unë... Sidomos bota e internetit. Unë kam pas shumë kujdes, asnjëherë në takime letrare, në takime këto festa të ndryshme, nuk kam marrë më shumë se sikur këtu kur erdhat e ju, 4-5 copë libra i marr, edhe ka ndodhur që i kam kthy 3-4 në shtëpi. Sepse në atë takim i kam shikuar njerëzit, kujt i kam dhënë, kujt si kam dhënë, kujt bën me i dhënë. Nuk ju kam imponuar dikuj për t'ja rënduar çantën, sepse dikush... Për të mos e hudhaj më vonë. Sepse dikush nuk thot, kur ti thua që e don, nuk thot mos ma jep. E merr, po mund ta shikosh pastaj që e ka harruar në tavolinë. Prandaj kam pas kujdes që mos ta abuzoj me librin tim, se tek e fundit është një investim im mendor, shpirtënor. Prandaj i kam dhënë njerëzve që ma ka marrë mendja se ja vlen dhe e lexojnë. Pash edhe kishe edhe sponsor në librin e dytë apo të parin? Në të parin më kanë... Do t'i falenderoje sigurisht dikujt patjetër kompania Bici, është kompani e autobusëve që bart udhëtar nga Austria për Vjena nga gjithë Austria për në Kosovë, pastaj është Alba Print, është Gjevat Bala, një adhëtar, një veprimtar, edhe ai më ka ndihmuar me 500 më ka ndihmuar edhe Bici, pastaj edhe klubi futbollistik Albania, edhe këta në Austri. Po në Austri janë garojnë në Oberlig, në ligën e lartë, edhe këta më kanë ndihmuar me 500, kam pas 1500 euro, kam pas sponsor. Më kanë ndihmuar. Po mirë. I tham gjitha për librin, kishe pas diçka me thënë, sepse unë thash, nuk e kam lexu dhe më vjen keq që nuk e kam lexu, po do ta lexoj. Secila poezi në gjatë është një histori në vete, është një kapitull në vete, është një libër në vete, është komplet një roman në vete, nëse lexohet me kujdes. Unë e kam thënë timën, për libër kur nuk thuhet mjaft. Gjithmonë kritika mund të shoh, zbuloj diçka, po pra, edhe lexuesi mund ta lexoj, mund ta interpretoj, patjetër që ndjehem mirë kur kam parë shembull në aktivitete të ndryshme me nxënës janë lexuar poezi të mia edhe në Austri, edhe në Ferizaj, në një takim një profesoresh ju kishte dhënë nxënësve. Patjetër që ndihesh mirë kur ishe vargu ndonjë që përcillet edhe lexohet edhe interpretohet. Besoj që ja kam arrit sadopak të radhitën edhe unë. Ti je i kënaqur se e ke bën diçka që ke menduar se duhet ta bësh. Mendoj që po. Dhe e ke bën me zemër dhe me shpirt. Mendoj që po. E tash nuk kam nxituar që të bëj libra. Njerëzit bëjnë shumë tituj, unë nuk
Maj që i kritikoja, njerëzit bëjnë shumë libra, po unë tek ato libra lexoj pak poezi. Më vjen keq, po s'kam qari, pa e përmend edhe një rast, sepse unë shquhem për ta thënë fjalën troq. Një mik më thret në një përurim të librit i dhe ma dërgon librin një javë më përpara. Thot, do të lexosh diçka sepse miqt më thonë që unë lexoj bukur. Them, okay. Edhe thot, përzgjidh diçka nga libri për të lexuar. Edhe i sillem, lexoj librin brenda natës, edhe nuk di për cilën poezi përcaktohem çka të lexoj, sepse nuk më thoshte asnjëra asgjë. Me vargun, nëse s'ke ditë luash me vargun, nëse s'ke ditë përçosh mesazh, nëse s'ke ditë ta mbushësh me forcën e shpirtit, atëherë s'ke çka lexon. Edhe përzgjodha diçka tek e fundit sa për lexuar. Po më vjen keq. Shumë krijimtari, shumë libra, shumë pak poezi. Ne do ta bëjmë edhe një pauzë shkurtër sepse më duket se jemi lodhur. E don Oda kono. E don Oda. Ta ndëgjojmë edhe një pikë muzikore, të cilën do ta përzgjedh ekipi jonë i televizionit dhe i kthehemi pastaj bisedës edhe për disa pika tjera dhe për veprën e dytë. Dakor? Ta ndëgjojmë pra një pikë muzikore miqtë mi dhe kthehemi pastaj në Odë. Pas kësaj pike muzikore të bukur miqtë e me, vazhdojmë bisedën me krijuesin, me shkrimtarin, me poetin Dan Kosumi. Kam në duar edhe veprën e tij të dytë, e cila, me sa kuptoj unë, vazhdon në stilin gati të njëjtë me veprën e parë, titull shumë interesant, Malli i dashurisë. Ka diçka dallime Dani këtu apo? Kjo është vazhdimi i librit të parë, Malli i dashurisë mund kuptohet. Nuk dominon më ajo tema e... Jo, është në vazhdim. Është në vazhdimsi, po. Mirë, po këtu kemi një larmi, është edhe poezia, më shumë poezi dashurie ka, po nuk mungon edhe poezia adhetare, është edhe lirika, edhe poezia adhetare. Po, me thënë të drejtën këto që i kam tani në libër, lexuesi ose i ka marrë, ose i ka, se ka mundësi që t'i ketë në dorë. Për ju, kam përzgjedhur këtu edhe diçka nga krijimtaria ime që sfundi i kam bërë, diçka pak më ndryshe se në librat e parë. Me gjithë dëshirë do të na interpretosh, do të na lexosh? Po, me gjithë që. Po mirë, atëherë ta ndëgjojmë pra. Piskam. Kaluar mbi gjogun e bardhë të kryetrimit Skënderbej, shqyej përmes horizontin dhe bie matan Prokupit. Krahë hapur më pret kafkëkulla e mjerë me 952 trofet. Zgavra syresh me gojet e ngrira gjys më hapur e nisin isopolifonin e pike të flakës kryengritse. Një osokuk i soi të rënjës së arbrit, ai i biri kreshnikut Shtjefën Gjeli krye komandar, rrethuar pabesisht me të tanë, ata djem trima, i shkrep breshanën mullirit të barutit, për të mos ju gjetur kur as ashta e as rashta. Trandën themelet e lashtat në Isusit, në qast jeta merr formën e pavdeksisë. Shaluar mbi rasën e gurit të varrit, e rënduar prej myshkut e me 99 plagë në trup, ora gjysh stërgjyshore veshur me lëkurën time, kaliron hije lehtë të tana ato varoshe. Tej kufinit të Arbnis, tek pragu në odën e fisit ku më janë pagzuar të parët, të tëra ato shtëpi ku janë përkun djepat, lahuta shkriferuar lëshon grahme në mbram, në gjuhën timës mu përgjigj porta gjysmë rënuar, jas krye plehaku këm kryqi o gjakëris, as kumbullat përbi kopshtit kthyer në ferë, as bunari i that e jetur për një pik lot, as hambari i drunjt në mesin e oborrit, varfruar nga boshlëku pa dorën e të zot, as gjë nuk bluan gojësh në gjuhën e të parve të mi.
përveç krojit e projit dhe gurit mullirit. E faltoria heshtur me ca tabor gur varësh, me hieroglifet e gdhendura radh në për epokat latine e motet arabe osmane, ruajnë të vërtetën e harruara në nënbarin e thatë nga malli për atin e të birin. Shkreptim e ushtim lëshon prej gjoksit, nëm e gjëm e brit me që tre mbret, dhe ma pas kanë shkretnu armnin, ku janë ata të parë, ata krer e ata bajraktar, malkon, fis, far, shan, nder, bes, truan, fet, lutjet, bet e bestudnit, shtyn klerikalizmat, kishat, gjamit. Hej, një manaj qenë kanë shkrire bane maniq, Ndrekalovic, Gashjanët këthyën Gashic, Markajt, Nikajt, Kolajt, Markovic, Nikolic, Koljevic. Sot në tokë shkretën time, me zot e pa zot, gjeni e gjaku im, yshtur e qlirët, flasin shtokavishten. Zoti e i zoti në tokën e tyre me fusha, me male, me lisa e me tlisa, edhe zërit parve në thërret. Shka them, emocion i hatashëm. Po pra bëhet fjalë për ato 800 sa vendbanime, lokalitete nga Nishi, Leskovci, Prokuplja, Vraja. Si e themi ne kështu në përgjithësi molla, deri te molla. Deri te molla e Kuqe. Ato ishin gjitha vendbanime shqiptare dhe përveç gurve të varreve të mbuluara me myshkun edhe barin, nuk flet asgjë shqip. Dhe çka është më ndjerë, akoma më dhimbshme, është se gjithë këta Gashiqe, këta Prekaloviqe, këta që janë ndruar me mbiemra janë shqiptar të shkrirë në serb. Edhe thonë që ata të shkrirët janë akoma më të keq se vetë origjinali. Se ata vetë origjinali. Është e dhimbshme, është një plagë dhe plaga është aq e madhe saqë është gjunat harrohet sepse nuk na ndan shumë kohë nga Okej, 1878, po edhe 1912, në ndan 100 vite, 100 vjet, deri në dëbimin masiv, sepse është shumë e dhimbshme kur edhe është e pafalshme dhe është gabim e shkruar, nga njëherë thuhet muhaxhir, po këta s'janë muhaxhir, këta janë të dëbuar. Muhaxhir është kur dikush, një forcë e madhe, i merr një grup njerëzish dhe i çon dikun dhe i zhvendos, muhaxhir u andro vendet. Këta s'janë muhaxhir, këta janë të dëbuar. Muhaxhiru kemi thënë ne, kur kanë ardhur tek ne dhe i kemi pritë, i kemi strehu. Thoshte baba që e ka ndi pe gjyshit e gjysheve, kur ka filluar ajo val e dyndjes me dhunë të dëbuarve, aman hapni dyrt, jepni me ngran, jepni me çfarë keni mundësi, sepse vinin njerëzit të ngrirë, të mërdhirë, pas gjë. Sikur në luftën e fundit, kur 1 milion shqiptari dëboi regjimi Miloševićit, ishin me fat që matan kufirin në Maqedoni, kishin vëllezrit tanë në Presheve, në Shqipëri, në Malëzi, kishin vëllezrit tanë, dhe sa po dilnim në anën tjetër, gjenim ngrohjen shpirtërore s'pari, atë përgdheljen, atë gajretin, atë mbështetjen e parë si vëllezër e gjenim tek vëllezrit tanë matan kufirit. Dhe Zotit mos përsëritën kur më, po unë kam dashur ti qesa dhe në letër. Që është interesant, kjo është e shkruar tash, ose do me thënë një gjatë ko. Cili ishte motivi, ose cili ishte Këtë e kam bërë bërë kur kam udhëtuar një herë me pikërisht me këtë kompaninë që përmena që më kanë mbështetur në libër, me kompaninë e Bicit, gjerë sa po udhëtonim, apo isha edhe me këta tjerë të festimi janë, Llapjan. Edhe rrugës kur kalonim, sa po e lëshonim me autobus, sa po lëshonim Beogradin, dhe unë ngacmoja për ta thyer monotoninë e rrugtimit, sepse bënte 15 orë udhëtim autobus. Edhe pastaj thosha, qëllon e ku është Molla Kuqe, dhe saksisht njëri thoshte atje poshtë, na tregonte vendin, ishte fare mes Beogradit dhe Nishit dikun. Ku ka qenë Gjymrykhanja, i thoshin ata, dogana, ku është pa dokumente s'është kaluar në anën tjetër. Edhe pastaj kur futeshim që lëshonim autostradën, gjitha ato fshatra ishin me vendbanime fshatra që akoma i ruanin toponimet, emrat e emërtimet që pak ndryshuara për shifet se janë Shqip. Po shokët e mi të gjeneratës studimeve i kisha me ata mbiemra dhe
thosha, shiko, pas ka edhe ky mbiemër, edhe ky Plana. po plana, po Nishi, plana Vranja ka, mbiemër ka, Prokupi ka, Nishliu, Nishi. Do thot, gjithi kanë bartë me vete ato, unë dajte babes i kam Brukovc, që është dikun tek Nishi. Do thot, me shumic i kanë përzën. Kjo ju shtyu që... Po, dhe pastaj më ka ardhë kjo duke i parë gjitha ato fusha. Sa po shija një shtëpi vjetër e imagjinoja, o zot, kjo është ka qenë shtëpi shqiptare. Këtu është kanë qajt, fëmija në borë, kanë kënduar, kanë luajtur shqip, dhe tani, por për habin e Zotit, atje tani kalon njeriu ditën dhe nuk shet 3-4 fëmijë në rrugë, nuk shet duke shkuar në shkollë, janë të boshatisura dhe janë të mallkuara që të mbesin shkret, sepse është dashur shumë dhunë, barbare, mizore, për t'i dëbuar, sepse askush nuk e lushon me dëshirë vendin e vet. Kam gjetur dikun, kam hasur ku kam lexuar, thot me traktatin e Lozanës, këtu në Zvicër ekziston dikun ai dokument, është mirë që të hulumtohet. Ka qenë e garantuar në Kongresin e Fuqive të Mëdha që këta njerëz një ditë kthehen prap. Mirë, po ka pas edhe prova, kam dëgjuar nga gjyshit, ka pas edhe prova kur dikush ka thënë, po kthehem. Mirë, po nuk është kthyer i gjallë mrap, sepse ata e kanë ditë se kthehen të gjithë pastaj. Është e dhimbshme, kjo është plagë e madhe që nuk duhet ta lëmë në harres, duhet ta hapim, nuk di pse politika nuk merret shumë me këtë, duhet ta thotë. Këto 800 sa lokalitete, vendbanime, ka qenë të tonat. Ne nuk thonë që gjendjen faktike duhet ta ndryshojmë, që t'i dëbojmë këtë popull dhe ta falni neve, ta theni tokën. Po spaku të dihet dhe ta pranojnë ata, sepse nuk ka fqinësi të mirë, as shtrirje dorës, sepse edhe ata do të lirohen nga një barra që madhe. Sepse unë e lexoj dikun ministri Gashić në Serbi, them, ku ka Gashić serb? Pra, edhe ata let lirohen sikur që u deklaruan mbi fjala shqiptarët ortodoks në Maqedoni, Manojlovski, Branko, Gjabranko. Pastaj Sinadinovski, ai tjetri u deklaruan dhe nënë e babi, gjyshe babë gjithmonë kanë folur shqip. Edhe tha, unë u ktheva e ngrita flamurin shqiptar, tha, unë jam shqiptar. Po si, thanë ata, e provokonte një gazetar sërb, një intervistus me fjalë të matranda, tha, si tha të erdhi, tha tani ty kjo. O zotri, tha, kur e kam dërguar nënën të mjeku, më ka thënë, qa po thotë o birë, asnjë fjalë se ka ditë maqedonisht. Na keni maqedonizuar, tha, na keni asimiluar dhe na jemi këta që jemi, tha. Kur e bëra librin, tha, më erdhën, tha, rekasit e epër. Tha, më erdhën gjithë. Tha, librin e morën gjithë, askush nuk më demantoj, tha. Kjo ishte e mira. Nuk më demantoj. Pra, shqiptarët po zgjohen nga gjumi. Shqiptarët po zgjohen nga gjumi. Kemi edhe shqiptarët në Greqi, edhe shqiptarët tek ju në Lugin, i kemi edhe në Maltëzi. Duhet që dy shtetet tona... Shihet një vetëdijsim, duhet që dy shtetet tona të forcohen, mas pari ekonomikisht, të bëjnë një bazë ekonomike, të bëjnë faktor në rajon, në Ballkan, ashtu si që kanë edhe vendin, edhe shqiptarët i pret një ardhme e mirë, por duhet bëhemi, nuk them bashkë, sepse nuk lejon kush një Shqipni të madhe tash, po, të bëjnë dy shtetet forta, dy ndihma për ata shqiptarë që kanë betur jashtë kufive administrativ Shqipnisë edhe të Kosovës, edhe që ta kenë mbështetjen tonë, që t'jemi ne ambasador, t'jemi ne mbështetës gardian të drejtave dhe lirive të tyre. Danë, më duket se kalum të pjesa tjetër e bisedës që do të bëjmë. Vetë u kalohet. Vetë u kalohet. A kishe diçka me shtu rreth dy këtyre botimeve, diçka që ta merr mendja se është dashur të themi e nuk e kemi thënë, dhe të kalojmë mu te kjo pjesa tjetër ku e njohim Danin jo vetëm si shkrimtar, si për poezi, por e njohim edhe si aktivist të dalluar, e njohim edhe për gjëra tjera të cilat do t'i bisedojmë. Në gjatë unë e kam thënë timen, i kam hedhur në dritë, në libër, edhe janë në mundësinë për t'i pas secili që don. Tani unë pres që të mirë priten, uroj që t'ja kam arritur që të radhitem edhe unë në gjiun, në familjen e atyre që janë krijues, në fillt të atyre që vërtet lexohen dhe mirëpriten, që t'jam edhe unë një ndërta. Po mirë, pra, e fillum me këtë, si e quajmë, poem, po pra, ashtë të dhimbshme dhe ashtë domethënëse, dhe kam lexuar dikun se Dani ka qenë apo është antari shoqatës së muhaxherëve, mos gabofsha. Shiko, në gjatë, unë kam qenë koordinator për Evropë,
dhe antar kryesi e shoqatës mbar kombëtare të muhaxhirëve. Na trego pak çfarë është kjo shoqat? Kjo shoqat është, them, vazhdimësi e disa përpjekjeve të organizimeve, sepse secili organizim si synim edhe qëllim e ka më të mirën ta bëjë të mundshme për atë për çka edhe krijohet. Ka pas edhe përpjekje edhe më herët që të bëhen këto shoqata që të rrehin këtë temë, të mos e lënë në harres, të merren me studimin dhe sensibilizimin e të dëbuarve, pra të muhaxhirëve që janë të emërtuar kështu të njohur tek ne në Kosovë, në Shqipëri. Edhe shoqata mbar kombëtare muhaxhirëve e krijuar në Prishtinë si synim e ka pas hulumtimin e tapive, kontratave të vjetra, të njerëzve që pronat e tyre i kanë pasur në Nish, në Leskovës, në Prokuplje, në Vrajë, Toplic, që t'i kemi si argument qoftë në gjuhën osmanishte, sepse ne kemi qenë shtetas perandorisë osmane për 500 vjet. Prandaj në arhivat e shtetit osman, që i ka pas arhiva shumë korrekte edhe të përpikta, ruhen këto gjana, sigurisht. Muj me thanë që kanë pas një administrim sipas fjalëve të studiuzëve që janë marrë, përpikt për secilën familje, çfarë përkatësie etnike, religjioze, sipërfaqen, çfarë ka pas, mulli, toka, prona, mejhane, ato gjitha kanë qenë të evidentuar dhe ruhen në arhivat e Ankaras, të Stambollit, dhe është mirë që një pjesë Prishtina i ka marrë të digitalizuara për pronat dhe ata që kanë pas bie fjala në shtetet ku jetojmë sot shqiptarët, pa shkuar jashtë kufirit në Serbi, ka pas dikush një kontest, një diçka për pronën e gjyshit e gjenë sot. Kështu që shoqata është marrë me hulumtimin e këtyre dokumentacioneve, ka gjetë një dokumentacion të madh. Njerëzit kanë pas që i kanë ruajtur. Kur i kanë lëshuar atje pronat e tyre nga dobimi, i kanë marrë me veti kush ka mujt. Dokumentacione që i ka ruajtur, dhe i ka pas, dhe i ka. Jemi marrë, do thot, me mbiemrat e atyre njerëzve, familjeve, qyteteve, lokaliteteve, fshatrave, vendbanimeve, me mbiemrat, me lagjet, me fisin, kur, çfarë viti afërsisht kanë ikur, kur janë ndjekur. Edhe kështu që shoqata i ka tubuar gjitha këto. Qëllimi ka qenë dhe është si synim që në të ardhmen, do thot, t'i prezantohen këto ose të paditët në gjykatën ndërkombëtare Serbia për një. Kjo është gjenocid, nuk ka emër tjetër. Është gjenocid. Ashtu si fitoi Armenia ndaj Turqisë. Po pra, kemi argumentet që të bollshme, argumentet mjaftueshme. Edhe nuk në ndanë shumë, 100 vit, 200 vite, do thot brenda 100 viteve e tutje. Është jo në favorin dhe në të mirën tonë, po është në të drejtën tonë. Edhe s'di deri sot pse heshtet. Duhet të heshtej nëse ne kemi marrë një tokë, kemi mbajtur 100 vite dhe e kemi humbur. Por tokën e të parëve tanë, na e merr dikush, të na asimiloj ata që kanë mbetur aty dhe ta heshtë punë, ta mbuloj barin me shku. Edhe është e dhimbshme. Unë kam qenë aty koordinator për Evropë, kam qenë edhe drejtuesi shoqatës shkrimtarëve të Zvicrës në Zvicër këtu. Unë më herët kam jetuar në Austri, kam jetuar atje që 3 vite para luftës deri para 4 viteve kur kam ardhur këtu në Zvicër. Këtu kam qenë, do thot, drejtuesi shoqatës shkrimtarëve, pastaj jam larguar. Çfarë është në realitet? Sepse kam po ashtu pyetje, çfarë është shoqata e krijuesve shqiptar në Zvicër, kur u krijue, cilat ishin qëllimet apo... Po pra, sikur edhe çdo shtet tjetër, edhe në Austri sa kam jetuar atje kemi themeluar shoqatën Aleksandër Mojsiu në Vjenë. Unë jam bashkuar me grupin e dytë të bashkëthemeluesve, po në kuvendin e parë kam qenë bashkëthemeltar i shoqatës Aleksandër Mojsiu, pastaj kur kam ardhur këtu, kam gjetur përsëri një shoqatë të krijuar që ka më shumë se 10 vite që funksionon me ndërprerje, me ndërrim kryesive, ku diun, aty këtu ndoj pushim, po
Jam zgjedhur kryetar këtu në Zvicër dhe pas 2 viteve kam dhe ndërheqje, jam larguar për shkak disa parregullsive që i kam bërë, s'më kam pëlqyer. Gjithashtu kam qenë edhe bashkëthemelues i lidhjes së Margates me Selin në Gjermani. Pra janë ato që unë i kam luftuar gjatë gjithë jetës parregullsit, kam qenë kundër. Këtu deshta të ndalëm, një Dan i cili nuk është pajtu, cili e ka luftuar atë farë të keqen. Sistemin më të rrezikshëm edhe më të rëndë, e thjesht këtu është dorëzu para po në gjatë ata, shiko, thot një varg i kangës popullore, do thot për armikun se luj qërpikun. Nuk po kam frikë armikun, se nga i se luj qërpikun. Do me thonë, ata i kisha armiq, ndërsa unë nuk kam armë për miqt edhe për vlezrit. Unë shqiptarët i respektoj dhe i qmoj si vlezër tonë, unë e kam pa, nuk shkon, nuk ec, edhe lëshoj rrugë. Ekziston shoqata edhe sot e kësaj dite? Po pra, funksionon pa tjetër. Me ikjen e një njeriu nuk do thot që përmbysët gjithçka. Unë jam larguar, kam mbetur ushtrues detyre atje, tani marrem Blakaj, Zoti Blakaj, një personalitet shumë i respektuar nga unë. Pastaj kam marrë vesh se ma pastaj është emëruar Gani Bytyqi, edhe shoqata funksionon. Ata që duan t'i bashkohen shoqatës, pra e kanë një shoqatë. Është interesant titulli ose emnimi i shoqatës, shoqata e krijuesve shqiptar në Zvicër. A do thot vetëm poetët ose apo kjo krijues është një diapazon më i gjatë, një domethënë një më e gjatë. Shoqata e krijues dhe do thot ne kemi pas kemi pas synim që t'i ofrojmë të gjithë. Bile unë gjatë mandatit tim si kryetar kam ftuar edhe të artit skenik, kam ftuar antar, i kam bërë antar kryesie. Shkencëtarë që janë marrë me zbulime diçka. Unë i kam ftuar gjithë ata që janë krijues që të na bashkohen, edhe nesër do përmes ideve të tyre të bëjmë bie fjalë nesër edhe një ekspozitë e artit pamor, pse jo? Apo me skulptura të vogla që mund të barten, pse jo, edhe formë stil diçka të ngjashme. Synimi im ka qenë që do thotë të jetë gjithë përfshirë, se të mos ndihet askush janë shkaluar nga ata që merren me art, me krimtari. Ndërsa sa i përket shoqatës së kësaj lidhjes së Margatës, atje kam qenë bashkëthemelues dhe antar kryesie. Sa isha kryetar këtu me automatizëm kam qenë nën kryetar. Kështu kanë qenë gjithë ata që kanë frekuentuar në LKSHM, në lidhjen e krijuesve të Margatës, që kanë qenë kryetar të shteteve. Janë bërë me automatizëm, kanë qenë nën kryetar. Ndërsa secili shteti ka dërguar nga 4-5 antarë kryesie. Pra kanë qenë themelimi i LKSHM-s ka qenë një dëshirë e madhe, një ide që të jetë një kulm, një streh për gjithë krijuesit që krijojnë jashtë trojeve shqiptare, pra në Mërgat. Ideja ka qenë e mirë. Pse po thu ka qenë? Po, kur them ka qenë. Nuk është realizuar apo nuk është asgjë e përjetshme. Nuk është asgjë absolute, nuk është asgjë e përjetshme. U thash, synimi dhe piknisja ka qenë, ai vrulli, ai entuziazmi ka qenë shumë i mirë, dëshira ka qenë shumë e madhe për të bërë diçka shumë e mirë, për të bërë diçka që ofron vlera, që mbështet krijuesit. Me kohën është zbehur. Pse dha dorëheqje Dani nga shoqata e krijuesve shqiptar në Zvicër? Këto janë arsye personale. Arsye personale nuk duat për këtu nuk do të zgjerohen të flas. Tek e fundit s'kam dashur ta vazhdoj më tutje. Kam pak mbështetje dhe nuk kam dashur të vazhdoj. Në kohëve të fundit unë kam lexuar mjaft
shkrime kritike rreth lidhjes krijuesve shqiptar në diaspora apo në Mërgat. Kjo është diçka tjetër. Largimin si thatë me automatizëm, nëse nuk je kryetari i shoqatës krijuesve në Zvicër, automatikisht të me thonën largohesh edhe nga... Jo, unë jam antar kryesie, me automatizëm jam antar kryesie, s'jam kryetar, po jam antar kryesie. Shikon, tash... Natyrisht se ne nuk dojmë ta jo, në pikat shkurta. Ta bëjmë tash një Shiko, nuk është fair. Jo, nuk është fair, po ta kisha këtu atë që ka ushtruar deri tani. Që ushtron deri tani. Po, për shikuesit dashur të rëndësishme e ditë. Po ta kisha këtu kryetarin aktual, që e mban postin me pa të drejtë. Kur them me pa të drejtë, e them sepse unë ja them edhe mikut edhe armikut, ja them në sy, e kam thënë gjithmonë. Prandaj më ka penalizuar jeta, sepse i kam thënë gjërat edhe kur ka qenë vështirë nxehtë, po i them edhe sot. Me statut ka qenë rregulluar që kryesimi i LKSHM-s të bëhet çdo 2 vite në një shtet tjetër të kaloj. Mos bëhet vetëm në një shtet sepse atëherë shtin rranj aty. Si i dekurajon të tjerët? Jo, kur i shtin rranjet në një vend, pastaj dalin edhe parregullësitë fjalë për keqpërdorime. Dhe okay, pastaj nuk u morën vesh cili shtet do e marrë dhe thanë do ta bëjmë kështu në status, do ta ndryshojmë statusin thanë. Ishte ideja e kryetarit. Do ta bëjmë 4 vite thanë. Është pak më mirë 4 vite dhe pastaj e merr 4 tjetër. Dhe kur u bën 4 vite, para 2 viteve ishim në Koblenc, u thirr kuvendi. Edhe erdhën nga gjitha anët, ata që erdhën ishin 100 e sa vet, kryues. Pra kishte shumë nën kryetar, kishte antar kryesie, ishte financieri, ishte sekretari, kryetari aty, u mbajt ora letrare, u vu një plak ku është vu për herë të parë ku është themelu LKSHM-ja në restoranin e një shqiptari. Edhe të nesërmen ishte data për të mbajtur kuvendi. Të nesërmen zgjohemi ne nga gjumi, zbresim nga dhomat poshtë dhe presim, kryetari nuk është. Dikush thot e ka zënë gjumi, dikush i ka humbur qelsi hotelit i dhomës, dikush thot jo të shtëpia, dikush thot i ka vdekur gruaja e miku, dikush ashtu dhe askush nuk din ku gjendet ai dhe nuk vjen. Për çudi dikush e shtroi pyetjen tha, po pse se mbajmë ne kuvendin? Kemi shumë nën kryetar këtu, kemi financierin. Financieri tha jo, ne s'kam raporte financiare, gjithaj ka kryetari. Si ka tha. Edhe sekretari tha jo, tha pa kryetari ne s'm bëjmë asgjë. Me fjalë tjera, sapo u largua Suedia, iku. Dikush e lajmëroi në telefon kryetarin dhe ja behu kryetari erdhi, tha, shkuna dhe po, okay. Edhe e vazhdoi edhe për 2 vite, pra është 6 vite kryetar. Dhe po ta lësh edhe 60 tjera i mbetet aty. Sepse i ka shtir rranjet, unë thashë në fillim. Është mirë që të mos lëshoj rranj një asociacion në një vend, sepse pastaj dikush i mësohet dhe sjeton dot pa emrin kryetare funksionin. Ajo është në gjendje për ta mbajtur ashtu, sepse kemi të dhëna se ka pas edhe keqpërdorime. Pastaj pakënaqësia ime për dorëheqje ka qenë sepse ju ka dhënë mundësi dhe hapësirë edhe njerëzve me të kaluar antikombëtare. Po mendon në shoqatën Në shoqatën e Zvicrës kemi njeriu që ka qenë pjesë do thot në shërbim të pushtetit makinerisë UDBE-s. Edhe është infiltruar këtu, nuk e kemi ditur, edhe i kemi ofruar pozitën e antarit kryesisë, pastaj kryetari nga LKSHM-ja më thot mi dërgo 5 emra për antar kryesie, unë ja dërgoj edhe këta. Mirë, po sa po unë marr vesh, i shkruaj në telefon, i thënë zotëri, po qarkullojnë ca linke ku po lakohet emri yt sepas ke qenë pjesë e UDB-s, e masa të dhunshme e ku di unë, faqet zeza. Edhe ai më thot, mua thot kujdes, ti je ai që i bën këto. I tham, jo, unë të thirra, për ndryshe unë kam borç njerëzve që më duan, që më respektojnë, që distancohen dhe them, unë e pas kam pas mik, po se kam ditë kë e kam. Edhe kështu që unë e bëra distancimin në maj 2018, pastaj ky zotriu më denoncoi këtu mua dhe më ftuan organet e sigurimit të Zvicrës në pyetje, në Baden. Tani kam edhe një mas prokurorie, kam bërë një jo ankesë, po rishqyrtim të lëndës, kam thënë që të na thrasin në një proces të rregullt të marrësin pyetje gjithësor, sepse s'më ka marrë në pyetje asnjë prokuror. S'më ka marrë askush në pyetje, më ka marrë një inspektor polici, kam thënë që unë nuk kam
etiketuar personin, unë E kam thënë atë që e kam parë në dy gazeta që është lakuar emri i tij në Radio Kosovën e Lirë dhe në një gazetë tjetër, edhe unë jam distancuar. Distancohem nga e kaluar atij përderisa ky nuk e zbardh me gazetat. Dhe ky në vend se ti denoncoj gazetat, më denoncon mua. Pastaj unë i njoftoj lidhjen e Kryuzit Mërgatës. Dhe ata më thonë, po ti e ke njohur, po unë e kam njohur, po se kam ditë që ka qenë ky kështu. Po ta dija që ka qenë ky kështu si shkruajnë gazetat, nuk do t'ishte as tek unë as tek ju. Edhe unë i shkruaj kryesisë, edhe gjitha nën kryetarëve ju shkruaj letër, edhe nuk marr përgjigje. Kryetari më thot lëre. I them, po si lëre, them, po ky e dëmton imazhin o zotni se njerëzit këtu në Zvicër po e njeh kanë. U lajmëruan pastaj njëri që njifte një mik nga Lëvizja Popullore, pastaj një tjetër, pastaj një afarist në Bern, thotë e kam një orë, e kam pas fëqi. Edhe kështu që ata nuk e larguan. Pastaj letrën e dytë i shkrova LKSHM-s, unë nuk do të jem më pjesë e juaja. Edhe unë ka 2 vite u tërhoqa, nuk jam pjesë e LKSHM-s e aktivitetet të tyre, ndërsa ata atë njeri e kanë marrë me vete edhe të varret e shenjta të jasharajve, kanë marrë kudo me vete, publikime, prezentime, reklamime, ku diun, e kanë marrë kudo me vete, e kanë promovuar. Unë nuk jam pjesë e tyre, e them publikisht. E thash edhe sonte këtu. Po kolegët e ju, kolegët e tu, ata që ishin, qoftë në kryesit të shoqatës, në shoqit, si janë marrë ata me këtë çështje, si kanë reaguar? Unë habitem me moralin, me kurajon, me atë vullnetin. Po ti thoshe ti një shqiptari para luftës. Shqiptar tani na ndan para luftës, pas luftës. Na ndan kjo epoka. Sepse kjo UÇK-ja, lufta e shenjtë e ushtrisë lindtare, bëri epokë, e solli lirin e gjysmës së kombit trokura. Edhe, po ti thoshe një shqiptari para lufte, ky njeri ka qenë bashkëpunëtor i gruas së Slobodan Miloševićit, i partisë Dihej se çka ishte. Jo dihej. Spaku do thoshin, unë si jap dorën këtij, si them të ngjatë jeta. Tani njerëzit e marrin kështu. Ka ata që më kanë thonë, më vjen keq, po. As nuk ka kërkuar Dan Kosumi, as nuk i ka kërkuar shoqatës, as një organizate, as shtetit Kosovës që njerëz të tillë të burgosen, të ju bëhet me keqja. Vetëm kam thënë që këta njerëz është mirë të dalin, të kërkojnë falje, por bëmat e tyre. Unë, Dan Kosumi, gjatë kohës së këtij regjimi, është ashtu si thuhet. Gjatë kohës së këtij regjimi kam punuar këtë punë, i kam besuar verbërisht atij pushteti, nuk e kam ditur. Edhe kam gabuar, kërkoj falje, edhe unë do pija kafe me atë njeri që kërkon falje, se sa i që kërkon falje është gjysma e të keqes. Ne edhe Serbisë nuk mund t'i themi Serbisë, okej, hiqen masat e bjefjalet kësaj taksës fundit 100%, t'i blej mallrat, përderisa ti nuk e njeh krimin që e ke bërë. Përderisa ti s'ke dhimbje dhe s'ke gjuna dhe s'ke kërkim falje për gjitha ato të keqe që ja ke bërë popullit tonë. Për gjitha ato viktima, ato vrasje, ato dhunime. Spaku një kërkim falje është njerëzore. Duhet të thuhet kërkojmë falje popullit shqiptare dhe ne vllaz do ta bëjmë, po spaku fëqësia vazhdon. Edhe me bashkëkombasit tanë që i kanë shërby me besnikri, atij regjimit diktatorial, të egër, fashizoid, kërkojnë falje. Kërkoj falje për asë sa kam gabuar. Edhe ne jemi për ti vrarë, për ti zhdukur nga faqja dhe. Ta pranojnë fajsinë edhe pastaj, po jo këtu të bëj libra për Skënderben, të shitet adhetar, patriot, dhe mua më kujtohen si më kanë tërhequr zvarë në përzyrat e UDB-s duke më maltretuar, duke më lidhur për organeve dhe duke më tërhequr zhag shkallëve. Kjo nuk, unë pastaj nuk mund të akceptoj ashtu, sepse ai edhe nuk kërkon falje dhe shitet më adhetar se ti e unë. Prandaj me këtë, kjo ishte arsye. Po arsyeja ime, po nuk dua të jem. Momentin është. Çka themi tjetër për shoqatën edhe këtu, ata vazhdojnë në shoqatën e shkrimtarëve, shoqatën e kiduesve. Ende nuk është mbajt kuvendi rregullt, ende vazhdon Shiko, Nexhat. Ushtruesi detyrës së kryetarit. Shiko, Nexhat, po të kishte vetëm pak ndjenja dhe përgjegjësi morale nga lidhja e Mërgatës, jo që ka i pari Dan Kosumi si antar kryesie,
po pastaj ka ikë zëdhënësja e LKSHM-s. Pastaj kanë ikë 2 nënkryetarë LKSHM-s. Pastaj janë lajmëruar njerëz kanë thënë si e pas kemi na emrin aty nënkryetar ose antar kryesie dhe ne nuk e dim që kemi qenë. Dhe ky thot po ti me automatizëm je, po ti se me automatizëm o zotëri, se ti du ta njoftosh në gjatë, ti përfaqëson Italin ose Kanadan, unë të kam emëruar ty nënkryetar, po si ti më bën mua nënkryetar dhe unë se di thot ai zotnia. Pra janë skandaloze këto. 12 jemi deri tani. Antar kryesie, nënkryetar zëdhënës. Edhe ai rrin komod. Ai zotnia nin veten si pasha, rrin komod me ata që i ka 4-5 vjet afër vetes, edhe don me thirr një kuvend. Në fakt, në këso rrethana, edhe në qarqe shtetërore, kur të ikin 2, 3, 4, 5, 6, ajo skandaloze, du t'ipet dorëheqje, ky nuk ka dhënë dorëheqje, po don të thras një kuvend në nëntor, nuk di datën saktësisht kur, don të thras një kuvend, dhe unë nuk di në atë kuvend pa 12 vetë antar kryesi edhe nënkryetar, plus unë kam përmendur skandalin. Ju ka dhënë hapësirë njerëzve me këtë kaluar kështu dhe akoma nuk janë distancuar. Emrin ja kanë fshirë nga lista e antarit kryesis, këtij zotriut, po nuk janë distancuar. Dhe e kanë pas për borxh. Pas publikimit fotografisë me gruan e Slobodan Miloševićit dhe gjëra të tjera, ata kanë pasur për borxh njerëzve, krijuesve, shokëve, miqve, që thonë kërkojmë falje, ne nuk kemi qenë ndjeni. Ose kemi qenë ndjeni, po kemi hesht. Edhe dorëheqje. Nuk i bën derë me askuj pas gjithë kësaj zhurme, pluhuri, zëllamahije, nuk i bën askuj të derë me tjetë antarë kryesie e INI. Është vënë pikpyetje funksionimi i saj? Po, definitivisht, po, nuk ka. Ose... Po nuk ka kush. Shiko, Zvicra se merr dot. Kryesimin du ta merr dikush, ai tani du ta dorëzoj. Pret që ta dorëzoj me lule, po nuk, në fakt, nuk ka kujtja dorëzon, sepse Austria nëse e merr i ka 3 antar 4, nuk ka më shumë. Janë 4 antar 5. S'ka më shumë, se kanë ikur njerëzit edhe atje, sepse dikush s'mund ta kuptoj si ka mundësi që të ketë gjitha këto përçarjet e krijuesit, unë habitem edhe unë si kam besuar, s'do doja me i besu, po me të vërtet janë këto gjëra, me atë mendjemallësinë, kokfortësinë, me atë fudollëkun, i kanë bërë që t'i largojnë me shumicë njerëzit edhe në Austri. Këtu në Zvicër nuk kanë ardhur, sa kam qenë unë kryetar. Ka krijues shumë të mëdhaj, shumë të mirë. Ka krijues eminent, ata le që zvin, s'duan përzihen me ne, po ka krijues mjaft që nuk i kanë parë kur të vinë, ndërsa i shoh në rrjetet sociale emra të respektuar që janë krijues të mirë. Vin fare pak. Pra nuk është takim letrar kur përfund vit në Zvicër e thret orën e madhe letrare dhe të vinë 10 vet. Kur dihet se në Zvicër ka krijues më shumë. Po pra nuk vinë sepse njerëzit duke i parë me gjas aty këtu gjërat që unë i kam pa me vonesë, nuk kanë ardhur, nuk vinë. Pra Zvicra se merr dot. Austria s'ka kush. Suedia janë tërhequr, nuk duan më të përzihen asgjë me LKSHM-n. Edhe kjo, nga Franca është bie fjala një mik i imi Musa Jupolli, s'ka as nuk ka kryesi atje, as nuk ka shoqat atje, është nën kryetar. Ai nuk e merr dot. Pra Italia janë deklaruar që nuk e kemi ditur që kemi qenë antar kryesie dhe nën kryetar, s'ka kush e merr. Me fjalë tjera LKSHM-ja ose i mbetet këtij zotrisë le ta merr përjetshëm. Ja vazhdoj vetit edhe 6 vite tjera si që ja ka vazhduar 2+2+2, nuk ka kush e merr. LKSHM-ja me gjas është themeluar gabimisht. Nuk duhet të ekzistojë. Nuk kanë arritur qëllimet edhe tek e fundit në secilin shtet le të funksionojnë ashtu si funksionojnë nëpër shoqata të ndryshme, krijuesit kanë ku ta përurojnë veten nëpër takime, nëpër këtu është edhe lidhja e intelektualëve apo në Zvicër. I kanë pasë edhe ata merren me prurime. Është edhe shoqata, pse jo, nëse thirret një kuvend dhe zgjidhet një kryesi që punon, pse jo. Duhet thirret edhe këtu një kuvend, po. Ndërsa është edhe kjo të mos harroj pa e përmendur. Unë kam menduar të shkruaj ministrit të diasporës, atij të ardhshmit. A ka më keq në gjatë lidhja Kryuzët Morgatis kërkon mbështetjen e Ministrisë Diasporës për takimet që i mban. Merr para mbështetje financiare. Mbështetje financiare nga Kosova. Kur dihet se secili nga ne i ka 20 euro në xhep dhe mund të hajë një sandviç dhe një pije për vete ta paguaj.
Ato mjetët i jepen... Do dal tani te ajo më e rëndësishmja. Pastaj kemi takimet e verës me diasporën. Edhe atje na mbështet Ministria e Diasporës. Dhe bëhet një takim i madh, një orë letrare e madhe, herë në atë qytet, herë aty, herë këtu, dhe një mbrëmje ku shtrohet darkë, hahet, pijet, këndohet. Okej, është në rregull ajo. Unë jam kundër. Po pse të ndahen mjete për lidhjen e Mërgatës, edhe do më thonë, kur pas një jave, i vllai i kryetarit LKSHM-s, tjetri e mban për çdo vit e mban në Fushë Kosovë, e mban takimin tjetër me krijuesit nga Mërgata. Dhe jemi të njëjtit njerëz që ishim këtu, tani jemi edhe te ai. Edhe ai merr nga ministria tjetër, nga Ministria e Kulturës. Dhe nuk shkon java, merr tjetri në Podujeve. Edhe ai e bën me Mërgatën. Dhe të njëjtit njerëz jemi edhe ne që shkojmë aty konkurrojmë. Pse të mos bëhet kjo shembull? S'ka nevojë financim dhe derdhje mjeteve kot. Duhet të financohet me një projekt me lidhja e shkrimtarëve të Kosovës, edhe tjetë java me krijuesit nga Mërgata. Edhe ta bëj një herë në Podujevë, një herë në Prishtinë, një herë në Prizren, një herë në Suarek, një herë në Bjeshtergovës, një herë në Kukës, sepse harrova, lidhja e shkrimtarëve pastaj e mban drinin poetik. Edhe njëjtit njerëz i bashkohen Ati Karbani, pastaj shkojnë në Kukës, drini poetik në Prizren. Do thotë ipen mjete për të njëjtën punë në vjetra, në vend se të financohet, do thotë i ipen mjete lidhjes shkrimtarëve të Kosovës, si kulmi, kupolla e gjithë krijuesve, tek e fundit çka ka kjo shkrimtar, krijuesi i Mërgatës dhe i Kosovës apo i Shqipërisë? Çka ka dallim ajo? Libër ky, libër ai. Për kualitetin merret dikush tjetër, studiuesi. Mirë po, lidhja shkrimtarëve do ta organizonte bie fjala muajin apo javën me krijuesit nga Mërgata, do bëhen një festë e madhe. Pastaj do bëj një tjetër në Shqipëri, do naftonin edhe atje, edhe ata do të vinin tek ne, edhe nuk do të derdheshin mjete kot kur dihet sa shumë ka nevojë arsimi tek ne, qerdhet, laboratoret, për informatikë, klasët e ku diun kompjuterët, ato mjete Ministria e Kulturës. I shpenzoj për dikun ku ja vlen, jo për ne. Ne kemi. Ne s'duhet na financoj. Prandaj është si gabim. Dhe në të ardhmen do ta ngris zërin që mbështetet vetëm lidhja e shkrimtarëve të Kosovës, lidhja e shkrimtarëve të Shqipërisë, një herë naftojnë ata, një herë ata, një javë le të jetë për ne ose një muaj. Edhe do ishte një festë e madhe, do na prisnin neve. Tek e fundit në këto takime konkurrojnë edhe krijues vendor edhe nga Mërgata. Lexojnë edhe marrin çmime edhe ata edhe ne. Pra është e përbashkët. Pse të mos bëhet nën kulmin e lidhjes shkrimtarëve të Kosovës? Kjo ishte vërejtja ime. Dan, kam edhe një pyetje për fond, po mendoj këtu ku jebi tash që pyetje nga aktualiteti. 2 javë më parë kishim zgjedhjet në Kosovë. Normal, kështu je i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve, je i kënaqur, jo, po i ke parashikuar se do të ndodhe kjo, sepse parashihet një ndryshim. Shiko, pritshmëria ka qenë gjithmonë, edhe njerëzit, shiko, i ditur është ai që e din çka do të bëhet pas 20 vite, jo ai që e din çka do të bëhet tani. Ai që do të bëhet tani e prognozon tani duke i pa rrethanat e brenda javës. Ndërsa nga njerëz të ditur kam dëgjuar pas luftën e herë, më kanë thënë 20 vite do ta mbajnë këta të fortit. Pritshmërit kanë qenë, po unë nuk jam i kënaqur as pak me rezultatin, sepse rezultat 25% i jepen ndryshimit. Do thotë, shiko, vetë fjala parti nga greqishta është ndarje. Pjesë, ndarje. Sa më shumë parti, aq më shumë ndarje. Dhe ku ti ndaj populli i shkret, ato leqës doli 100% në votime, doli 9-50%. 9-50%. Nga i 50%, do thot 52, 3, 4, 5% fjetën. Ose nuk deshen fare të edhin votën, as po as jo. Po ky 20% u nda në gjitha këto parti. Dhe lëvizjave të vendosje, pak ka marrë, ka marrë 25% pik
25% dhe 40%. Po, pra, pak ka marrë fare, dhe nuk mund të quaj fitore. Që i bje 10%, 100% nuk mund të quaj fitore. Mirë po, duke pas parasysh që tani koalicionin mund të bëj me një forcë tjetër, e rryer në politik, kur them e rryer, pra duhet ketë kujdes se ja lën patatën e nxehtë në dorë, merr ti vendime tani në këto kohë kur duhet merren vendime, sepse këto 20 vite s'janë marrë asnjë vendim. Nuk janë vendime këto që janë marrë deri tash. Është vund gjumë populli ose e kanë mashtruar njëri tjetrin, ja kanë hedhur topin njëri tjetrit. Tani Albini e ka patatën e nxehtë në dorë. Këta të tjerët që kanë përfituar nga pas lufta janë komod, janë shumë më rehat se Albini, edhe bëjnë këmbën mbi këmbë, edhe thonë, e shikojnë seri tani çfarë do të bëj Albini. Pra, ka shumë punë. Të dy bashkë me LDK-n e arrin ta bëjnë qeverin, prap programi thirrja ai jehun popull që e ka bërë dhe mbështetjen atij populli që e ka bërë për ndodhur ndryshimi, ky a mund t'i realizoj me LDK-n, kur LDK thotë i kam unë këto ministri, i kam pjesën e programit tim. Pra janë dy programe që nuk ngjajnë fare me njëri tjetrin, janë komplet diçka tjetër. Pastaj e kemi një pretendent për kryeministër i cili nuk e njeh flamurin e Kosovës, nuk e njeh hymnin e Kosovës, kur luante hymni ai rrinte këmbën mbi këmbë edhe e hidh aty flamurin kombëtar. Tash unë nuk e them këtë as me krenari, as për ta nënçmuar dikën, po për flamurin kombëtar. Për flamurin kombëtar nuk mund thot askush se do më shumë, sepse nuk ka matës me çka e mat. Flamuri kombëtar është i pacenueshëm. Flamuri kombëtar është ai që çdo shqiptar betohet në të. E emërton, ja lën emrin djalit flamur. Ndërsa me flamur të Kosovës nuk ja le kush emrin djalit se s'di si me jalan, se s'është flamuri kombëtar. Mirë po, unë kam parë në Austri, në Gjermani, në Zvicër, secili katun, secili shteti ka flamurin e vet. Por Zvicrani kur prezantohet në botë ose kur del në aeroport për ta pritur një shkëlqësi, një mbret, një kryetar shteti, e pret me flamurin e shtetit të vet. Pra edhe ai që do të bëhet kryeministër i ardhshëm, qoftë Albini, qoftë secili, sikur edhe paraardhësit e tij, flamuri kombëtar është kombëtar për festa e për gëzime, ndërsa me flamurin shtetëror na ka rahise për të bën shtet. Për të bën shtet, për të pas me hyrin tanë, për të pas drejtën tonë, për të pas ulsen tonë nesër në OKB, për të qenë i pranuar në familjen e evropiane, ti duhet ta kesh flamurin, hymnin tanë. Ku është e mirë që ne të kishim bashkë një flamur, një hymn, edhe mos kishim aq shumë probleme mes vete me bashkinë ndërkombëtare. Jemi kështu që jemi në pritje. Jemi në pritje, pra ky më së pari duhet ta njoh flamurin, duhet ta njoh hymnin. Tjetër është ai respekton si respekton. Ai njohur ato s'mund të jesh pretendent për ta udhëhequr vendin. E po mirë. Nga dalë po ja afrohemi fundit, është bë 1 orë e gjysmë gati, por do të kthehem edhe një herë në fillim atje kur Dani ka ardhur një herë në Austri dhe pastaj në Zvicër, dhe kjo ishte para disa viteve, 20-30 viteve. Ne të gjithë mërgjimtarët që kemi ardhur këtu në kohën kur kemi ardhur me një farë mendimi, me një farë ideje se do të rrim pak, do të punojmë pak, do të fitojmë pak, ose ne që kem përzi gishtat në politik pak kur çlirohet, derisa çlirohet Kosova dhe do të kthehemi. Mirë po, na zon pleqëria këtu. A ka gjasa që Dani të kthehet një ditë në vendlindje? Shpresa është ajo që e mban njeriu të gjallë, e mban njeriu krenar, e mban njeriu me frymë, e mban me vullnet, e mban horizontalisht në kam. Shpresa është ajo që na mban ëndrat të gjalla, dhe ëndrat janë që një ditë ta gjejmë veten poshtë, ta shohim veten atje ku kemi lindur, ta japim kontributin ton me çfarë mundemi atje ku i takojmë, atij vendi ku i takojmë, për nga kemi ardhur. Unë shpresoj që do të bëhet mirë, shpresoj që, sepse një vend i vogël fare pak i duhet për t'i marrë kamët për mbar. Besoj që mjaft është mësuar nga gabimet, nga
keq menaxhimet, nga keq përdorimet, tani duhet të fillohet me mirë, me mbar. Edhe unë jam optimist që ai vend do të bëhet. Duhet një vedisim edhe i klasës politike, besoj që, jo, më së pari duhet popullit vedisohet, di kënë zgjedh, dhe në ditën e votimit duhet të dalë 100%, për të mos ju dhënë hapësirë të vdekurve për të votuar, duhet të dalin gjallë të votojnë. Ndryshimi mund bëhet me një brez të rish, të rejash, që kanë mbaruar shkolla dhe eksperienca në vendet perëndimore, ku kanë demokracitë qindërvjeçare, edhe atë eksperiencë ata mund të bartin në Kosovë në të mirë të vendit. Kam shpresë se do të bëhet mirë, se një ditë do të kthehemi, se cili si di vetë, dhe mundësit i kemi të ke fundit ne që jemi jashtë një bazë e kemi, një kulm e kemi, një pension mund të kemi, nuk bëhemi barë e shtetit atje. Fëmijët do t'i lëmë këtu, nipat në vesa? Fëmijët, shikotash, kjo është plaga e madhe, po të ke fundit fëmijët qofshin mirë, kudo që qofshin mirë, 2 orë në ndanë, fluturim. Dhe më thonë, e ka humbë edhe mërgimi, e ka humbë atë rëndësin, atë peshën që e ka pas dikur. Shiko, 2 orë në gjatë në ndanë, 2 orë në ndanë fluturim nga Zvicra në Adhe, në Kosovë, në Preshev, në Bujanost, në Tiranë, ku dion. Në rast se bëhet mirë këta të rritë, edhe fëmijët tanë vinë atje ku është mirë, por ne do të punojmë që t'ja u bëjmë mirë atje, sepse shigatash, fëmijët tanë kënaqen këtu, sepse këngët e para i kanë mësu këtu, i kanë mësu lojrat e para i kanë mësuar këtu, multikultur me nacionalitetet ndryshme nga e gjithë bota, janë mësuar të mos bëjnë dallim në raca, në njerëz, në fe. Këta e shohin veten mirë. Ajo që i duhet edhe në Kosovë. Shiko, këta e shohin veten shumë mirë këtu. Po për moment, sapo të shkojnë ditën e 2-3 dhe të kënaqen në Kosovë, në vendin e vetë, atje në vendlindje, qoftë në Preshev, qoftë në Shqipëri, shohin familjarët, shohin festat, shohin ahengjet, shohin gëzimet, edhe gjithmonë thotë, po pse si jemi këtu? Pra, nëse ata na shohin që ne jemi të kënaqur dhe janë krijuar kushte atje, edhe këta nesër eksperiencën e tyre, shkollimet e tyre që i kanë bërë, dhe ne i shohim këtu të rinj që për çdo ditë i shoh posteret këtu, konkurojnë edhe në jetën në vendimarrëse politike, edhe në Zvicër, në Austri, në Gjermani, në Amerikë, kudo. Do thotë, kemi kuadra, kemi afaristë suksesshëm, kemi politikolog, kemi inxhinier, kemi gjitha profilet, i kemi fëmijët tanë që kanë mbaruar shkollimet, dhe pse jo këta, një ditë i duhen patjetër Kosovës, i duhen Adhejot. Dan me gjithë dëshirë natyrisht do të mund të vazhdonim. Bisedën kemi edhe shumë gjona tjera, po mendoj për çka me folën, po unë kisha para po kaq. Sigurisht se qoftë për Danin si person, qoftë për krijimtarinë e tij, qoftë për veprimtarinë e tij, nuk i kam thënë gjitha. Pak nga mosdia që thash, pak nga përmimi. Nga njerë të prohet, për dikën thuhet shumë, nga njerë thuhet pak, po asnjëherë nuk mund të thuhet se është fundi ky. Shikon, ne jemi këtu dhe unë ju falenderoj pikëpari. Deshta them nëse diçka kam harru dhe ti mendon se duhet ta themi. Ju falenderoj për ftesën, jam ndjer shumë rehat edhe mirë. E falenderoj edhe drejtorin Musliu, edhe juve. Unë ndjeva edhe rehat, edhe mirë, edhe ndam. Si në odë? Po pra ndam edhe pjesën nga krijimtaria ime, nga jeta ime, edhe nga përditshmëria. Uroj që takohemi për gëzime, për festa, në radhët, në herët tjera. Uroj që t'jemi mirë. Juve ju dëshiroj shumë suksese edhe mbarësi në punë, në aktivitetet e juve. Faleminderit shumë. Do të kthehem edhe një herë te ju, një herë ti them vetëm shikuesve të televizionit, miqve të Odës, se kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për sonte. Shpresoj të jeni të ndatë kënaqur edhe ju miqtë të mi. Mund të na shkruani në web faqen tonë të televizionit, sigurisht dhe në Facebookun e tonë,
dhe përmes email adresave të cilat I gjeni edhe në televizionin ton. Ju përshëndesim, por do t'ju përshëndesim me një poezi të dytë, të cilën e kem zgjedhë bashku me mysafirin ton, me Dan Kosumin, cilin e falenderojmë edhe një herë shumë, natyrisht edhe I dëshirojmë suksese dhe të mos ndalet me shkrime, sepse janë shkrime të cilat ja vlen të lexohen dhe të pëlqehen. Unë mendova se harruat, po... Jo, nuk kam harru, se sigurisht kam harru. Do ta përmbyllim pra emisionin ton me një poezi të cilën e ka zgjedhur Dani nga krimtaria e tij e tashme. Ta ndëgjojmë. Natën e mirë dhe miropafshim javën tjetër. Kënga e pambarueme. Unë biri kësaj toke të nëmur, I bab Shukris e nën bis, krahlidhur me ty loke dardane, e qiqen mbi kryqin e Justinianës mbi Ulpianës së lavdishme, dergjur në rasat e gurve të mermert, pa gjëm dhe vaje për kobe e pokash, ku vendojmë me orët e bardha dhe zanat e kreshnikëve, duke tjerë penin e bishtit të kalit në Troj, lidhur prej bark ku të deri në brina të dhisë. 7 palë qije e 7 palë tokë, bërë goj e vesh prej zanit të lahutarit, dhe ahmës e gurgullë në prehër, ndjen harmoninë e melodisë si në prallë. E harku farfurit mbi dërurin e thatë të frashërit të zi, kur edhe zanat me nënzezen, o I, jo thrasin trimnive të zënë në robë në këngët epike. E zërat nga 7 pashën në dhe më thrasin, e sa spelcasin, o qohe burë e në gjitu deri në kullën e gjysmërënueme, e merin në duar ato veshjet balsamume me gjakun e Ademit, të Hamzës dhe gjithat I fisit jasharve, ma gjej edhe një burë që do t'ju bimë taman për trupi, e që se trem e gjakut, thatë, as du me barotit të shkrepun, ma gjej një së paku aman një për farë, që këngën të bëj këngë e legjin të njallë, e nëse përveç trimrive të bronzta skeme këta bësh një dertë si në kohët lavdis, në gjitë ju bjeshkës qyqavicës dhe thirë me saze që ke, heu, prite azen galicën, e nëse as aj nuk përgjigjet, e zgjidhjem një trungë të bam korp të zi prej rufes, vishja ati teshat e trimnis bre, qit janë krah maliherin, lidhja brezin e rëthatoren me fishek, e në shok vendosja në agantin me mulli, e pastaj qëndroj krah lartë për balti e krye lartë, dhe fshia syt e verbuen prej lotit të nënave, vaj të zanave, oj, mjeri, që s'ma hjek malin as të Hamzës e as të Ademit, as nuk më ngjanë në Zahirin, as në Femiun e Gjeven, as me Adrianin, Tahir Tropojen e Kumanoven, e as me Katanën. Ja shtrëngova dëndënës fijet prej bojkëne, deri se I bana tela që t'jehojnë si zanjeri, dhe nisa përvajshëm duke I thirë një për një Ademin, Zahirin, Bekimin, Agimin, Shkëlzenin, për t'ju lutur, e për t'ju lutur atyre që t'më falin, pasi nuk gjetan një mashkull që din të ecë drejt udhës së tyre të nisur, për të mos I lënë kund vend tradhtis, me det, o me det, edhe kënga mbet e pambarume, edhe kënga më mbet shkret.